Policia e shtetit ka finalizuar operacionin e koduar Rastet, duke goditur disa ambiente të paligjshme të lojrave të fatit në zonat e Laçit dhe Milotit. Aksioni u ndërmor pas informacioneve të siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, ndërsa gjatë kontrolleve u zbuluan 3 raste ku ambiente të ndryshme ishin përshtatur për zhvillimin e lojrave të fatit me makineta dhe tavolina pokeri. Në njërin prej tyre, përveç kësaj veprimtarie, ushtrohej edhe shitje e lëndëve narkotike. Si rezultati i operacionit, policia sekuestroi 15 makineta, 3 tavolina pokeri, një sasi lëndë narkotike të dyshuar kokainë të ndarë në doza, si dhe para dhe pajisje tjera që shërbenin për aktivitetin e paligjshëm. Në pranga kanë rënë shtetasit Shkëlzen Preni, 21 vjeç, Dorian Medha, 33 vjeç dhe Ylli Veseli, 45 vjeç. Ndërkohë, është proceduar penalisht shtetasi SH, 61 vjeç, pronari një lokali në Laç, ku u zbuluan 8 makineta dhe 2 tavolina pokeri, ambient që dyshohet se administrohej në bashkëpunim me 2 të arrestuarit. Gjithashtu, në Milot, në lokalin e shtetasit Ylli Veseli, u gjetën 6 pajisje për lojra fati, ndërsa në një tjetër ambient, në pronësi të Pjetër Lleshit, u zbuluan 2 makineta dhe 1 tavolin pokeri. Ky i fundit është shpallur në kërkim dhe vijon puna për kapjen e tij. Policia bon me dije se kontrollet për goditjen e lojrave të fatit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme do të vijojnë në të gjithë vendin. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.